أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين kërkojmë prej atij që janë më nga derës ti ka edhe qerat llama الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم Nderuar i xhamat, na jemi sot në rrjedhjen Suratu Tawbe me ajetin 38. Duke lutur Allahun xhalla xhelaluhu ve xhalla shanuhu që të drejt për drejti po e tham o Zot që të kuranizohemi. Dëbomi të shndrohemi nëpërmjet kësaj sure dhe qerat si kjo Kur'an që hec. Ajeti kia dhe ai që vjen mas këtij kanë të bëjnë me një ngjarje historike islame. Ngjarje për të cilën kur s'kemi pas për qëllim këtë sure me shpjegu, kemi kalu shumë shpejt ka kjo ngjarje. Sot e ka renin ajeti, sot e ka renin në komentin e kësaj sure për shkak se na i çojmë ajetet rreshtasi. Në Kur'anin e Kerim sa herë ndëgjohet apo sa herë lexohet fjala ja ayyuhalladhina amanu janë për qëllim ato që kanë besim. Kanë thonë sa herë ta ndëgjoni në Kur'anin e Kerim fjalën ja ayyuhan nas janë mas shumë për qëllim ato që nuk besojnë e donehari përfshin edhe besimtarët. Ja ayyuhalladhina amanu 98% ajetet kanë zbrit Medinë. Ja ayyuhan nasu 98% ajetet kanë zbrit Mekka. Ka thonë këta ajet ja ayyuhalladhina amanu o ju besimtarët, pra të veçuar jeni në këtë khitab, në këtë bised, në këtë thirrje jeni të veçuar nga gjithë njerëzit që kanë fe tjera, por juve pra po flasim që keni muslim, që jeni musliman. Ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum. Çka është me juve puna që kur ju thrasim Allahu xhalla xhelaluhu thot në rrugë, kur ju thrasim në rrugë në emrin e Allahu xhalla xhelaluhu e thaqaltum ila al-ard, po ngjitni për toke. E ka përdor këtë Kur'ani i Kerimi po fjalën, nuk unë po e përdori po ngjitni se s'kemi shumë fjalë, çka të bëjmë? Po e ka përdor Kur'ani i Kerimi në mënyrë tjetër. Ka thonë, por andohani pra. Po nini vetën të ronë, nuk po u çoni mas thirrjes më një herë. Nuk shpjegohet xhamot. E kota, pa i gjetë fjalë të katunit nuk shpjegohet. Pa i gjetë fjalë të përditshme nuk shpjegohet. Kur'ani i Kerimi është shumë modern, ai ka fjalorin shumë të ngritur, ai terminologjia aty është e veçantë. Çdo fjalë që afron Kur'ani i Kerim është mucize, qerat gursh që shpjegojnë Kur'ani i Kerimin asnjë mucize nuk ka. Pra e shpjegojmë një maqinë shumë modern me gishta. Çka ka kuptimin e thaqaltum ila al-ard, por andoheni për tokë. Një ditë prej ditëve, pra fjalët e katunit. Një ditë prej ditëve, baba i zoti shtëpisë, që she përcella i ngjarjen e fushës edhe arave të mbjelluna, edhe evolucionin, rritjen e bereqeteve, kush po do uje, kush po do shati, kush po do lavare, kush po do kopil, kush po do me thidu ane, kush po put bostan, kejt bereqetet një ditë për ditëve, babës jazon fit ditën. Pra, a i ka 4 gjem, apo i ka 3, bereqetet i ka atë shumë, për kejt bereqetet ka 4 nuk i dalin. A shë vërtet se ka kësi dita verës? Kësi dita ka verës, pra. E qa dit me një qisi dite, kur a i ka 4 gjem, a i ka 30 bereqete, të tut 30 ka 4 gjem, pak i dokën një pas, se qashtu ja bin fit flikën disa bereqete, a i qa dit urdhënën me njës, me vrull me uqo prej gjumit, me shkuta atë faharat e veta, me kri punën, mu qa dit, bashkë në qa ditën më të rezikshme, e cila vlen një vjetë, ato gjem që shtrien për toke me bark. A jep zorora 5 mëngjes, s'ka s'po del kush prej dhome.
jap zor ora 6 s'po del kur shpej dhome, i mshon në borrin shmajtën gjatë, i përzien zor kejt i vinë të fiti me dal, a i tu nervozu ato tu mbështet për toke hala. Që këta, që kjo e ka kuptimin që këtë i thakaltum ilal ard, po ju therim me shku në luft, ju do po në gjitni për toke, ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Gjelalu. E kur ja banën Muhammedit këtë nxarje, pra kur ja banën këtë rast, jo shokët e ti, po ato shka ishin mesin e shokëve të ti, e lajmëreshin vetën se janë musliman, po në këtë datë, në këtë ditë ka zohë shka je. Këto janë ato dita, nëse e mani men, ditën e parë kur kemi hinë këtë sure, kur i kemi bo komend 10 emnët e kësaj sure, njoni prej emnëve ka qenë, suratul Fatiha, surja e cila ka nëzirë në shash, turpin e ative shka se kanë gajle dhe në ditë sa turpnohën. A kemi thonë që është të parën ditë. Pra, Rasulullah a.s. atë ditë kur në Medine, gjithë bere qëtë që u pat mel në parara, e pat arrit kulmin. E kulmin mbi kulmët të arapi, kush ka qenë? Hurma me fritin e vetë të pjekun, edhe hijën që ka poshtë. Tregtia pat marë kulminacionin e vetë, vadat e ujit që ato shka ishin, ato fam moqalike, ato vende, ku njëri shkone dhe freskohet në Arabia dhe janë shumë rallë, hijet e trasha, gjdo gjoj e pat marë kararin, e patar koha pra. Qka kemi mjell, veç me hongër edhe me nejt, me base fase pun të rona patën ka përci, mund këtë dit për nga meri ka therë për në të buk. Mund këtë dit ka therë për në të buk. Të buki ashtë një qitet, arabët e thojnë i takon vendeve ftofta, 820 km prej Medines në veri, kana. Me shku me zhvillu luft me romakët. Në shenjat e para gjëmatin deruar, në shenjat e para se Muhammedit do të na thrak me dalë në këtë luft, kanë njës televizje në Medine. E dini ju me siguri pas pjegu se cëllët janë këtë televizje që fillojnë të parat në këtë rast. Edhe kush i fillon ato? Në këtë rast lëvizjet i fillojnë munafikat, ato e nisin më së pari. Pra, gjetën disa termine të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu pa fije kursimi ilahi i ka zbrit në Kurani Kerim se surja ka emnin surja e cila turpnon momentin e dur nëse e meriton turpin. Pra për emnave të surës i gjetën disa termine për muarsjetu e me nejt në gjitëm për toke edhe atë ranimin e ative që su qeshin me shku pas Muhammedit me legalizu se patë marsje fjala, cëllët ishin ato termine. Numër 1, qalu la të nëfiru fil harr, mos dilni me shku a gjen rrugë se zheg. E kjo pun ishte ngusht, mu i ngusht sotit. 805 bajshin Muhammed në për klubet e veta, bajshin bisedën e për klubet e vetat neve, a bashkë qështim mu njës piktu me shkun të buk 800 km 32 dit urë, disa historian kanë thonë se kanë utu 15 dita, si do qoftë 15 dita nuk kanë shë vërtet se 15 dit Rasulullah ka uftu prej Mekkës Medine në gjera 400 km të buk i ka 800 pra dhe një herë 32 dit ashtu uftu thëjshin munafikat. A 32 dit me uftu me romakët me shku me zhvillu lufta? La të nëfiru fil harën janë i qetrit, mos dillin këtë zheg, s'ka gjo, s'prish pun. Kjo ka qenë një arsia, në gjitu pra për toke, rri pra se, ka për bereqeti pukalët, të rri. Do thanë, po vimja Muhammed, s'ka problem, na jemi gati me unis me ti e më njarë, po ndëgjosh farparulle, ndëgjosh farparulle të kalpt, ndëgjosh farparulle të mykt. Është një fjali e ka përdor një dietar islam edhe ka merë një histori shumë interesant. Kelimatu haq ka thonë kështu, kelimatu haqqin yuradu biha batil. Me qenë se gjemoti dë njëherë inshallah në armëri, inshallah u modernizoni dë njëherë për kanë dëgjimi i derseve, se sot nuk jeni modern, sot jeni guximtar edhe jeni të zallë që ma modern nuk jeni modern se blok gjatës keni, nuk jeni modern se laps me veti nuk mirni. Jo këtë desin me shenu, po kur të thamune që këtë në mizet, qatë më konë ta kështë shenu me veti, ta kështë morë. Ka thonë, kelimatu haqqin yuradu biha batil. Ka njëherë njëri fol fjallë të vërtet, e ka për qëllim mas fjallës vërtet, pa vërtetën me mshef.
Ka shumë fjalë e bukur, kjo është shumë fjalë e bukur. Kjo fjali shumë të mëson në këtë botë o xhaliri. E thon fjalë e vërtetë e folën, e mshefët mas fjalës vërtetë, ajo hiç e vërteta. Pra jo se cila fjalë e vërtetë çka të folët, edhe të vërtetën mas e paska. E kemi qartë inshallah. Kelimatu haqqin yuradu biha batil. Kan thon. Po vimi ja Muhammed, s'ka problem, po vimi na me ti. Ama a di çka kemi problem? Ajde t'jam shofmi, do më nëzat, do pizhegis për dalin. Ajde t'a shofim një qenë. Tha nakhsha an naftatina binisa i bani l'asfar. Po kemi frig se ndashta mës po bomi sprov, mës po bomi fitne me gratë romanve. E këto shka të regu në gjemon në këtë ras, shka dashtën me të regu? Dashtën me të regu se këto nivelin e imanit, besimit kështu e kanë shumë të ngritur, e mës me në ndonë pra që ajo agje s'povim hesh me tije. Fjale e vërtet, apo mira është me qeni mbrojtën, fjale e vërtet, mas shka ka të vërtetën me veti ajo. Jo, mas arsia është diqish me abo e mos me dal, diqish arsia me abo mos me dal. Kjo ishte e dita grupë. Grupa e tretë thanë, nësë kemi kundër me dalë, sot nuk kemi kundër me dalë ja Muhammed Beti, në vim pas një fije problemi, ama këto në Medine të duhet me ilan gratën e vetë, kemë se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk i like gratë e vetë, për dhe i like gratë e vetë, a i nuk i mirë ke gratë luft, a i kishë nën gratë o ka njo, se në lishin a i non i kishtë sallallahu alaihi wasallam, edhe shkoj ke luft në të buk nuk bisebeke për këtë qeshtja hiq, për shkak se kjo qeshtja u regulloke këtë ngrishe. Kur shkojshin ushtarë në luft, Rasulullah organizon të njerëz të poshaqëm të cilët do t'i ruën shpijat, apo si t'i lojnë gratë në kala prej kalave, t'i ruën ato kalate ative. Ajo ishte gjojnë regullume, ajo baj ke shortin e grave vetë, cilës t'i bi ke shortin, shkoj ke luft me ta, që i ratë gjithë të mbrojtura, ama do arsije do ishim e gjithë. Këta e banën do munafika dhe lëndek. Thanë, inne bujutena aura. Tha shpijat e kimi me avrat. Allahu Gjelle Gjelalu thanë Kurani Kerim, wa ma hia bi aura. Tha se kanë ati qëllimin. Fjallën e kanë vërtet. Mrena sa shë vërteta. Tha in juridone illa firara. Allahu ta qëtë pra turpin për Megdoni. A i ta qëtë turpin për Megdoni dit. Tha se kanë para ta. Tha po dojnë me ikë. S'pëdojmë me i ku anëzat për punën e zhegit jam ka këthi Allah në Kurani Kerim grupës parë që kanë thonë nëzat shumë tha kull naru gjahenneme ashaddu harra o ju që s'pëdil një zheg thuja Muhammed zhegi edhe vapa e gjahennemi tash edhe me madhe nesër keni kujdes ha keni kujdes ju që ato që kur po bëhet 40 temperatura 42 nuk po dilet prej strahës, prej pragit shpijes, se dalimi i madh i temperaturës një hat, edhe dalimi i madh i temperaturës jashtë a pragut. Po vedet e deraj, ka ardhre një ujtë sot, ora 1 me vadit në drejk, si mës vadit është sot, mas dijave mo. Mas dijave ka fajde? Mas dijave s'ka fajde. Apo rrim, i në gjitën për toke, apo del pashati, se ja gjoj dikun një. Ti s'po keva shatin me gjithë. Pse për këtë trektien e kësaj dunjohë pra po del 12 ora një në 40 ditë temperaturën? Pse po del? Pse për atë trektien e për gjithmonë shme ti nuk po do me një për ata? Pse asaj dajma për i gjonë vesile? Pse asaj dajma për i gjonë lëj shere për i gjonë? Lëj skripca për i gjonë? Lëj nërskonca për i maron asaj? Lëj fiza, lëj drugza për i ban asaj? Që për i gjonë me ena të fepri ure ti që po ki që? Po thu për shembol. Po, s'ka problem. S'ka problem. Ama shtit bash imi të hinë dimën. Ajde, alhamdulillah, dim njësa ka 6 mu i shkoj. Në pranver. Edhe në pranver për dalin për vaditin pra. E po këshirë është jo gjo. Në pranver që shti ka dalin e artë kalzojmë në ati e dishka. Që shti na barëm që të levrat e parat parën dorë ti kishmi bo, edhe ti kishmi mel në arë, tona ata shkon diqish. Tone ti kishmi mel, ti kishmi shparti, ti kishmi punu, ti kishmi kor, ti kishmi blujt, ti kishmi hangër, që trabor. Pra borë mas bore. Fli populli dashur fli. Fli, borë mas bore e shi mas shiu, farë mas fare, drapën mas drapni, fli.
fli e re. Ndëgjo pra njerëzit të cilët kanë me mel për ditë për natë, ndëgjo njerëzit pra njerëzit e kotë të cilët cilët mësojnë prej 50 kilometrave larg. Ai unë sën pa i mësoj cull 3 metre para drasës zezë sa pun me kalu kejt në kokën e cullve, ti prit me mësu për gjami pra, ai se të mësojnë për gjami pra. Fjala për gjami shumë moti janë shë spjegu me ka emnin havëll. Për gjami kanë tholl moti pleshteton, për havëll e ka emnin. Ja ju alladhina amanu, ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum lil ard. Araditum bil hayati dunya min al akhirah. Fa Allahu jalla jalalu au pajtut me atë që e ka afru Allah në këtë bot në kundër vlerë me atë që javë ka pregatit gjenet nesër a i ndruta wa fama mata'u l-hayati d-dunya fil akhirati illa qalil ajo që javë ka dhonë Allah në këtë dunjo në krahasim me atë që javë ka pregatit gjenet nesër tha ash pak pa i mirë ti po thu pak po ka zona që sha pak Kurani Kerimi po thot kana kjo në dunjo që ka e pas mina pak në kundër vlerë me krahasim me atë që përna im ka nesër. E që sha pak, pra ka shembuj. Po, ka shembuj shumë. Apo ke dëshirë me nejt me muë, të atë dit kur të bëhet një maj iq pa dalë pijamie, veç shembuj për që këta të thellin pra. Ska vak, veç di bolja. Kanë thonë. Kur thënë kanë thonë, dhe me thonë ulemat kanë thonë. Kanë thonë. Kush ka dëshirë me dit se kjo bot me kejt pasurit ash pak e ka një shembol për ditë shumë me veti se i cili po si ka thonë e keni deve apo e keni kali e keni kërë edhe ngarkon ata me dishka për i pasurive tuva e ngarkon me duj e ngarkon me duhan e ngarkon me bostan e që tash pra kërët i ngarkun me bostan që të qute shpia ka një hare ti qatë shumë e mush tutët se po të be a shë vërtet? Tutët se e mush shumë ti kejt pasurit qera shka janë jashta kerit në bot jashta kerit tanë qera qka ka dunjoja që ki keriot në krasim me ato a pa kanë qa shumë kejt shka sanë kerin tanë mo qerat e thonë ki kerë shumë a ngarku në krasim me sa kanë këtë dunjo me ato në hirat nëse e ke kuptu këta mirë se ke kuptu një qëtër shembul aja më i thjesht se ke shumë njoni prej ulemave e ka pas emrin Abdulaziz ibn Marwan i ka thonë gjemve kështu thonë gjem bim nga qefinin tem me të cilin dhe të mështilëm kur të des ja pronën e shtrinin prejen edhe ja shloj si të këshini mirë tha o gjem tha a bash për qiket e kam hargjit këtë dunjon me në malsia tha për që këtë bez dha nejta unë që 60 vetë me në malë në bota a që ato gjona shka i bleva dhe i shita dhe i konsiderova të mijat tha a me që këtë morin funa tha u këthi gjeme vetë ju tha po tha Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë në Kurani Kerim فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل tha të mirat e kësaj dunjoje sa i ka kejt para aktive të ahiret tha janë pak që ka që janë pra sa ki janë a keni ndëgju gjematin dërshëm për mene modhin a keni ndëgju për mene modhin këtë boq ka ban a i mendon se s'ka pun shka se ne ban derin mes natë kur dhët mes nata be me fletë sa bare lajmrot i kishra domla a keni pa dalimin mes ati shka se ka domlën edhe mes ati shka e ka zajma qaj shka teri ora 12 ka mëndu se kejt pun t'i ban shka t'dojaj në njës kishin lajmru se ish paralizu e tani kur paralizu është mos ka dhe një her me ngrejt dorën mira filonit nuk ka dhe një herë mati qëtët me a bo me gishtë të së mje muë se mo a bo gishtë me gjithë krajin uj kjo në që këtë dunjoj e toj mune dhe ti pra por qëfara duhet me jetu mende vogël e pun mal duhet me jetu mende vogël e pun mal modest edhe punën e madhe punën e mirë të madhe inderuar i gjemot në këtë ajet në të cilin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e pregadit luftën e Tebukit
e pregadit një ushtri e cila do të ushtroje 820 km verës, e cila do të ushtroje kam daf, e cila do të ushtroje pabuk, e cila do të ushtroje udhtim gjanë me hurma, e disa hurma, e në mesin e rrugës të shku për të buk. Munafikat kanë këthi në udhe o burra, do s'kan dal e do kanë këthi prej udhe, a dhe te kanë me këthi në udhe, gjojnë vesile ato, gjojnë vesile edhe këthejnë kresore zvenaj në momentet e rona në udhe. Ndokët se kemi spjegu për një plak i ndershëm i sahabëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e ka pasem në Bodar al-Ghifari, aj me devën e vet i zhvonu mirë, po në rrugë të shku devja ati usmu shumë edhe shdripi prej asaj, edhe dhas zoraj me përmisu qeshtjën e devës vet të zoje ushtrien, mos të hien radha në munafikave. Devja ati met edhe met më bërni me ajo ngordhën net ven ati e murudhën Abu Dharr al-Ghifari, plak njëri mbi 70 vite i kishte këto dita, edhe pushim mas pushimi të pushu ushtria, a i nuk pushojnë kom as një moment, deri sa dull me një vend ku do shok e panë se po ven njëri veti, than Rasulullah a.s. po ven një njëri, tha Rasulullah a.s. kun Aba Dharrin, tha në tjet Aba Dharri, e din të ajë shfar shoqit sinqert ka mirë, e din të mirë ajë se kush mundet me bëhë si gestët njoja historike për gjithmon. Kura afru, than poja Rasulullah, Aba Dharri, tha përmi me ajë po ven, tha Aba Dharrin jemshi wahda, tha hez vet, nuk ja trem sinin kushin këtë bot, wa jemutu wahda, tha vdes vet Aba Dharri, nuk tutë prej me laqë shpirë që ka e meras një herë, wa juhsharu wahda, ditën e kiametin, tha special me lajke në gjallin, veç ata me i kram prej vori edhe hinë gjennet vet. O tha këto, ki kaliber kësi sojë janë. Në të buk të shku 820 kilometra, kejt uji i sahabëve dhe hurmat janë sos. I thanë Rasulullah a.s. ja Rasulullah, jemi me një gjendje kaotike, uji s'ka me pi, a i madhi, a i mësusi i njerëzis, a i dhuruari me mrekulli prej Allahu gjelle gjelalu gjelle shanu, tha a ka uji që ka met pak, tha ka që ka met, po s'ka me pi, tha qatë që ka met ma afroni, e dur të ati i futi në tu i Rasulullah a.s. këtë luft, në tu i futi durt, edhe prej ati uji qatë mija ushtar, edhe qatë mija kafsh kanë pi, ani gjemati jem, ani se disa njerëzve të cilët kanë problem me besimin, edhe nuk kanë shku në ambulancën ku përmirësohet besimi, ani se nuk kanë ranë në spitalin e përmirësimit qeshjes besimit me flet, disa muj për ta përmirësu besimin, na me ato njerëz nuk e kemi. Kjo është muëgjizja cila a transmetu në rrugën mutawatir, deri të na mutawatir dhe me thonë shumica ka transmetu shumicës, e shumicës deri të na, se Rasulullah a.s. dur të ndershme të ati, në këtë luft kanë qitu i kanë pi mija ushtar, edhe kanë pi mija hajvan, edhe ka me të satë dush prap, e këta aj Suleman Qelebia e bani një varg i cili u transmetu nga ta erë popova, u përkëthin realitet në gjuhën Shqipe, gjithë si kur qeshme, që të shinu i gishtat e ti gjithë hajvanet, pina tu edhe me të papi. Kështu pra që ndronë me vludin tonë. Kjo ishte në luftën e Tebukut. Njenja prej 60.000 mugjizëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mëse kishin ditë zara ato njerëzit që s'kan ardhur në Medinë se do të jesmin rrugës u pa ujë të ne shkabojnë. Ta kishin ditë ato se kum shefët ujë. Ta kishin ditë më konë ato se dikuj edhe gisht ato ujë qesin e dikuj bunari si qetë. Ta kishin ditë ato se dikuj qesin këtë dunjo dur të ujë e dove brona ju shterët kishin vepru më konë me sigurin ndrishe. Dove i qesin dikuj në këtë dunjo i qesin gishtat e durës ujë. Edhe kejtë hajvan të pineve nuk sosët, a dove cëla sistemi nuk ju punon, terin 2 vet, 3 vet ngelin të ne, qerve ju marin pare për ujnë shka se kanë punu, për ujnë shka se kanë përdor. Rasulullah a.s. me i pas dalë dhe lëzën qarë një dhe mi pas thonë, ujë për sistemin, parat e sistemit pra. Me pas konë dë një i shtiv, pas zënudhen se kishë lotë, dajt pare. Parat qka pitën hajvan të ujë dhe shka.
Po edhe shkapitën insan tuj se vot në zedh një ca jonë kjo. Pra ujnat në këtë bot janë me grada, ujnat këtë bot janë me nder. Ma i ndershmi ujnë këtë bot e ba numrin 2 emnin. E ba numrin 2. A ujnë është ujnë i Zemzemit, e mbi ata ma i shejti ujnë që ka rrëdhën këtë bot, është në numrin 1 ujnë i cili rrëdhi prej durve të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Infiru, po kalojmë në ajetin tjetër, ka thonë infiru khifafan wa thiqala. Ka thonë o xhamati Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ndëgjoj me kujdes. O xhamati Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O ju çka për juve Muhammed Mustafa ka thonë shokëve të vet një ditë. Wa shauka. Na akshome pa thirr, mos namaz akshome të tha këta. Fa sam ka mor molli. I thanë shokët e vetë, për shkat ka morë molli ja Rasulallah. Tha wa shauka ala ikhwani. Tha sam ka morë molli për vllazët me i pa. Kështu thanë i ditë mas akshamin namaz. I thanë, ja Rasulallah, e walesna ikhwanuk, na semi vllazët e tua. Tha la, bel antum ashabi. Tha ju jeni shokët e mi, ikhwani lem jetu ba'd. Tha vllazët e mi halas kanar. Vllazët e vinë ma vorë. Kush janë ja Rasulallah? Ato që s'mi panë mu'gjizat as s'm panë muë. Ato që nuk e panë Gjibrilin as vahin të zbrit, mdojnë si ju. Mdojnë sa ju prej slargu. Shërbejnë islamin si ju. Ata që ndrojnë në ditët e rrezikshme si ju, as muë s'm kanë pa, as vahin se panë të zbrit, as Gjibrilin se panë, as mu'gjizat s'mi panë. Tha kam qef me i pa. Që ato vllazër jeni ju. Që ato që keni ardhur në xhamia dhe ato që ndëgjojnë fjalën e Allahut jeni ju vllazërit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për të cilin atë pat marr molli fort me i pa. Allahu xhalla xhelaluhu shokëve të atij, xhamatit atij në Tebuk ju tha ditën e Tebukit, Medinë realitet po ditën e Tebukit, ditën e organizimit të Tebukit që më precis, tha infiru khifafan wa thiqala. Tha çonu prej shtëpie. Dilni prej shtëpie khifafan wa thiqala. I ka përdor Kurani Kerimit di termine shumë çuditshëm, për mua çuditshëm. E thon dilni të letit, dilni edhe let, pra kështu, ma thjesht me bojmë. Dilni tha edhe let, edhe ran. E çka u morë, çka kjo terminologji e Kurani Kerimit kështu, çka janë këto fjalë që kaq tamla e kaq çuditshme e kaq përmbajtëse në vete. Tha dilni tha edhe let pi shtëpie, edhe ran për në Tebuk. Tha ja Rasulallah, qish me dalë, shka kjo? Tha istanfaran Allahu shuyukhan wa shubbana. Tha Allahu për na therë në luft edhe tri edhe pleq. Kushan let këtu? Kushan let? Rinia po? E plak, ran, kushan ran? Plak, pleqet. Se lën e ka radhit për para në Kurani Kerim. Tha infiru khifafan wa thiqala. Let ma i spari. Kush duhet me dali pari? Pra kush del ma let wa thiqala ples ma nga dal, pra atë ditët duhet me dal. Ama as njës ka mës me dal. Në Tebuk as njës ban pa dal. Edhe në Tebukin e përsritu as njës ban pa dal. Ka thonë në sahaba e ka pas emnin Hayyan ibn Zaid. Ka thonë unë kur isha një herë me një rrugë në Humus, Humus na po i thëmë se Humus i thëmë të më falni, unë e kam rak detalist një bogjonat, Humus i thëmë në arabisht në Utit. Por një qytet ashtë në Siria ka emnin Hims në gjurë arabisht edhe na dhe ati i thëmë Humus. E kemi Humus i zudu me thonë. Po edhe Aisha e më në sharit më në Utin ka të përbashkët. Kryesore, me qytetin Hims në Siri, i cili tash është qyteta për 3 milion me banor. Është qytet shumë i ma. E po punal në pak një kaqore me këtë qyteti shumë i madhë, shumë i vogël. Vesh pak një kaqore. Neve gjëmat në më kanë turbullut vend, këtë vend të dunjas në më kanë përzi. Kur thot, mi vetë njërës të tonë, quna që ka në shkollë, nash në gjimnaz, nash në shkollë të mesme, në fakultet s'prish puniq, nash fillore. Hamburgin e ati, po Hamburgin Gjermani, pa agja jam në Hamburg. Ku mësë me dit, ja babën, ja agjen, ja dajen në Hamburg. Qështë edhe tezën edhe nëllën edhe motrën e halën, këta gje, u bon. Bile dhe shë që jam, a i shka kam kru klasa 8 bashkë edhe aja gje, u bon. Pa qetërën me dit Hamburgin. Sa banori ka? A shari madha në Gjermani.
Shari madha. Frankfurtin e di, po çish masë di janë po Frankfurtin Gjermania. Pra, në Gjermani e di Minhenin, e di Frankfurtin, e di Rosenheimin, e di Koblenzin, e di Kellin, Bonin, mos të njëj se unë edhe katunit mo i di, kejt, mere vesh. E ka sa janë ato shërë në Gjermani? Po Hamburgi aja i manë, marë Hamburgi aja. Balvaki, sa milioni ka? Po jo, 12 milioni ka aj. Se ju ka rrit Hamburgin krije, qatë shumë ju ka bo 12 milioni madhë, a kisë për din se a i hitë si ka 12 milion, a i ka 3 milion edhe pak si shumë bile janë, e të në qërtë mo, kejtë të poshtë dhe është Berlinit, kejtë qërtë të poshtë dhe është Berlinit. Në Arabi, në shtetin Islam, muslimanët ku janë, me i thonë dikuj në gjami këtu, jo vesh në gjami, po i kanosë me vative shka janë jashtë të gjami, thonë që në Egjipt, sa banori ka Kairo, qyteti Kairo, sa banori ka? I ka bajga 6 milion i ka. Që për 6 milion? 6 milion i ka, po në 64 jam kone në klasa 7, klasa 6 jam kone pa të mësu 4 milion, shtje i ka bo 6 taj. Kairo ka 25 milion banor, një qytet. Që ta është më statistika e vitit mars, vitit 1996, 25 milion banor, një qytet, një shërë. Edhe a gjë unë heqë dikushe me po, qish knoqën të jetu, hanë bre, buk knoqën, këtë. Këto të me 2 milion, një shtetë 2 milion, qametja, i një të pa, jo, trishtimi madhë, Shqipni që ashtu, trishtimi madhë se s'po të desmi, 25 milion banor me një qytet. Po këta se pata për qëllim, e pata për qëllim ato të fakultetit, që s'juhi në udhe, se Hamburgi dhe Frankfurti e kanë zonë udhe, apo? Ashtë një qytet në Egjipt e ka emnin Mansura, edhe Iskenderin leje, Mansura e ka emnin. E ka një dikush helbet sa është ki qytet në Egjipt? Ja, Mansura. E qiki, pas ka një 600.000 banor qiki. E qiki Mansura i ka 6 milion banor. Hitë sa është në hartë i shkru. Pse, na muslimanët veç në pjesën e islame arabe i kemi 30 shere ka 15 milion, ka 16 milion, ka 17, që shqit Bagdadi, që shqit Mekke, që shqit Kairo, që shqit Algjiri, që shqit lej bukuri mas 11 milion Aleksandria ka, 11 milion banor, lej bukuri mas bukuri, ama shë me boshti, Minheni, Schwarzwaldi, Alpot, Rosenheimi, Salzburgi, Regensburgi, shka me boshti, s'polon lahat, s'polon, kanë dalë shumë qerë për para, s'polon me pa vetën, kaloj kjo. Në Medine, në organizimin e të bukit, po këthajme të pëqeshja jonë, në organizimin e të bukit, Rasulullah a.s. ka thonë medal pra si pas Kurani Kerimi trit edhe medal pleqët. Tha ki burri Hajan ibn Zeid, tha on me një udhtim në Homos që isha të shku për një luft me zhvillua gje, ashtë një vene ka emnin Gjebe Katona. Tha ati isha muna dve, tha e pash një plak, në dëgjoni ju trit mirë, e pash një plak kishte hip në kalin e ati. Tha aq ishte i shumtuar nga pleqria, i kishin ra vetlat për misi. Sa duhet me u plak kënjeri, ti bën e disha sa vetë duhet mi pas. Tha i kishin ra vetlat për misi. Tha u afrova, i thash o zotri, tha ku shkon, për ku je nis? Tha jam nis në luft. Tha la kada adharak Allah. Tha Allahu Gjelle Gjelalu nuk e lip për tije këta. Tha pse ku më shkon? Tha nuk e lip për tije. Tha i ngrejti vetlat prejsive. I ngrejti vetlat prejsive dhe më tha pika je o gjahil. Tha qëtu më tha pika je o gjahil. I kalzova tha jam prej filan venit në rrug. Tha më tha i plaku ha këdha btelan Allah. Tha kështu Allahu Gjelle Gjelalu në provon. Tha në Kurani Kerim Allahu Gjelle Gjelalu në ka thonë i provoj ato që i du, po du me mdasht Allahu Gjelle Gjelalu se i donë Allahu ato që janë luft në udhën e ti. Tha po du Allahu të mdoje. E Allahu ka e provon, tha e provon atë ka e donë. E tani sa ma shumë ta doje dikan aq ma shumë e provon. Që ato musliman shka e ka përcen jetën kejt darsëm, ato henez provon. Që ato kejt me se vdashe e ka përcen, edhe ato kanë mu provu, po pak ma vonë kanë mu provu. Në qfar munire dhe provon ato, të mjerët ato, të mjerët ato, njënja provu për prove shka ka mi kap ato shka e ka përcen me se vda kejt,
pa dhimbta hiç, pa fukarallëk hiç, pa luftë hiç, pa bela hiç, pa provim hiç, pa sakrifis gjallit, pa sakrifis pasunisë, pa sakrifis shëndetit. Ju dhimbet çka ka me dhon, edhe parë arrimës xhamisë ju dhimbet, edhe haku i polakit ju dhimbet, edhe haku i atij çka ta ka rrit lopi ju dhimbet. Çështu kanë qef me kalu kejt e vetja mu bo. Këto kuku, të mjerët këto kur të njallën prej vorit nesër. Të mjerët këto kur njallën, kejt ajo që i ka me këtu pa ukri, kejt fillon a gjë. Allahu ju pëtëla në muslimu hasbedini. Muslimoni sprovohet në varët si e ka fen, ka thonë për nga mërë a.s. In kane fi dini i salaba, si të ketë fuqi armaturën fen e ati, sprovat edhe provimet e ati janë matrona. Wa in kane fi dini hi lin. Kalle minhu, e nësën dinin e ati ka leshime, ka butësi, u fala dhe su fala, njajt, e anë nova as një nova, njajt, shkova në haqë dhe nuk shkova, njajt, shkova në luftë dhe nuk shkova, njajt, dhash pasunie dhe nuk dhash, njajt, e fola hakun e rejta, njajt, që ato shka e kanë qështu këtë jetë, pra ato nesër fillon provimi ative, edhe fillon shumë ranë. Ka thonë Rasullullah s.a.s. në hadis, men mate, edhe në tjetë kje hadis i fundit sot, men mate, ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. Në tjetë kja hadisi fundit tha kush vdes ka zonë vdekja edhe s'ka hin luft për Allahun gjelle gjelaluhu wa gjelle shanu, mos u gut se e di që ka kini jetë me thonë pa i si mës t'i vejnë rejni sën hi hadisi sasos pra ka thonë men mata ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو kush vdes edhe s'ka hin luft edhe s'ka fol me vetë vetën me kon një herë të kisha hin për Allah ka dek me një deg prej degave të munafiklëkut. Normal se edhe një herë pa e këthit e mas nuk ban edhe gollin kur pe japin këtë dynjoja të këshir ama edhe një herë të mas apo me po ma ka dal apo repriza shumë gjo e mirë e në gjami edhe me e mira e thonë men mate walem jakzu ka e zen vdekja vdes edhe s'ka hin luft hiq walem ju haddith nefsehu bi gazwin edhe nuk ka fol me vetë vetën me konë kish ndodh e ta kisha afru vetën për rrugën e Allahu gjelle gjelalu s'ka fol edhe për këtë ful me vetë vetën hiq mate ala shu'betim minan nifaq des ka thonë me një deg prej degave të munafiklëkut